Rikthehemi në studio, siç e paraemëruam, mysafirët tashmë i kemi në studio. Amir Gërguri, faleminderit shumë që sonte me neve dhe dëgjues të Radio Dugaxhinit. Kënaqësi. Faton Shala, në anën tjetër, faleminderit shumë që faton sonte me neve dhe dëgjues të Radio Dugaxhinit. Kënaqësi. Faleminderit. Kampion të ligës së parë. Herën e fundit kur kemi qenë në studio kemi pas tregu planet, kemi diskutuar për planet, po me njëherë direkt në titull. Sa ka qenë kënaqësi për të dy juve në fund me u kurorzuar me titullin e kampionit ligës së parë dhe tash në kuadrimin Super League. Më duket që edhe këtë të ju e kemi pa bo një premtim publik, që do të synojmë u bu kampion. Realisht ka qenë objektive në fillim, vende i parë, sigurisht që ka qenë sfiduese. Edhe kemi ditë që edhe si pjesëmarrës për herë të parë, viti i parë, nivel tjetër, me shumë ekipe cilësore, shumë të mirë të organizume, po kemi besu në kapacitetet tona, kemi besu në udhëheqjen e ekipit, në trenerin Sami Geci, bashkë me ndihmësin e tij Bekim Avdia edhe krejt lojtarët që për krejt sezonin me një angazhim edhe disiplinë të jashtëzakonshme në javën e kaluar me 13 u kurorzuar me titullin e kampionit. Faton? Po, është na kem herën e kaluar kur kemi qenë tek ju e kem thonë që synimi jonë është Superliga dhe na e dolëm me shumë mund sepse na hera poshtë që morëm në gorat në kuadrat e Federatës Futbollit, morëm pjesë në këtë lloj organizimi në të cilën ekipet të cilat kanë qenë pjesë e futbollit këtë lart ligës parë, janë ekipe që kanë qenë për një kohë gjatë dhe mënyra organizimi i tyre ka qenë diçka që na e kemi po për herë të parë nga ana institucionale jonë se ekip. Mirë po, çfarë them, është diçka që e papërsëritshme, sepse është histori e ekipit Policisë së Kosovës për herë të parë në Superligën e futbollit, gjë që për dikon ka qenë ndoshta vetëm tabu, por kjo është shumë realitet, është shumë e vërtetë se ne jemi pjesë e Superligës futsal, po besoj me angazhimin maksimal të djemve edhe gjithë atyre që janë kanë pjesë aty duke i falendëruar të gjithë nave që jemi pjesë e historisë dhe pjesë e futsallit këtë klasë Superligës. Viti i parë ligën e parë, kampion dhe debutimi në Super League, a tregon, a është indikator kjo mjaftueshëm për potencialin që ka Policia e Kosovës në futsal në këtë rast? Si organizat, ne kemi edhe strukturë, edhe kemi bazë ligjore, kemi kështu disiplinë, edhe përcaktojmë objektiva, po ato objektiva gjithmonë i përcaktojmë që me konë të matshme dhe të arritshme. Sporti është dimension tjetër, mirë po e kom thonë edhe në mediume tjera që policia ka kapacitetet jashtëzakonshme. Dhe mund mesin e vetë ka 10.000 antarë, edhe është vërtet që në për viten e kemi bu gara në nivel amator, edhe kemi pas sport edhe për para, edhe kemi pas individ të jashtëzakonshëm që kanë marrë pjesë në për klube tjera si profesionist. Po tash ky dimensioni i përfaqësimit jo vetëm me futsal që është tash që jemi shpall kampion në javën e kaluar, po edhe në klube tjera, po jap një ngjyrë tjetër policisë. Qytetarët peshohen një polici moderne, një polici që përfaqësohet edhe në nivel sportiv edhe ato me sukses të jashtëzakonshëm. A ditë salla ka qenë plot me shikues, me familjar, me përfaqësues të policisë që me të vërtet e kanë shijuar, që e tha edhe Fatoni që e kanë shijuar ditë që ndoshta dikur është doksi honor, e sot po jetojmë bashkë ato. Tash Superliga është një dimension edhe më kualitativ. Mirë po ne besojmë në kapacitetet tona. Janë hap rrugë që ne me bo investime edhe ma shumë, sepse viti i parë për pas dimensionit sportiv ka qenë sfidues edhe në kuptimin e përkrahjes logjistike, të infrastrukturës. Në fallimin e testi. Sigurisht, thonë të drejtën këtu kemi gjetë përkrahje nga kryetari i Federatës të futbollit, zoti Agimi, dhe krejt mekanizma tjerë që na kanë ofruar mundësitë logjistike që na mi zhvilluar aktivitetet sportive. Edhe kjo na ka ndihmuar. Përndryshe, tash në Super League krijohen kushte dhe infrastrukturë tjetër edhe me përkrahjen e sponsorëve me qëllim që edhe në Super League ata që janë aty më të mos do të rinë rahat se ekipi i policisë po vjen edhe nuk po vjen me marr pjesë. Nuk dim na nuk jemi na e dim çka është humbja. Edhe kemi shijuar edhe humbjen në tjera aktivitete mirë, po ma shumë kemi qef me fitu edhe na pëlqen edhe na shkon shumë me kon kampion, kështu. Në realitet, gjëja pozitive, Faton, te ju është që adhuruesi i sportit është drejtori i përgjithshëm Gazmend Hoxha.
Po, ashtu është në tha dhe majori Amiri që policia e Kosovës është hera parë që merr pjesë në këtë rang të garave, jo vetëm në futsal, po shumë sporte tjera, mirë po përkraja më e madhe, motivi më i madh jonë ka qenë që drejtori i përgjithshëm na ka përkrahur në të gjitha aktivitetet tona, do thotë. Mos harrojmë që ne si ekip përveç atyre çunave që janë ato dhe kolegëve dhe gjithë neve që jemi, përveç se jena pjesë e ekipit futsallit, jemi policia gjatë gjithë ditës. Edhe gjithë ata zyrtarë që vinë ato janë tashmë e them me modesti, pas deri në ora 4 janë punë gjithë. Çdo ditë, edhe në ora 6, 7, 8, varësisht për shtopit teknik atje kur i kanë ushtrimet, ata e vinë në ushtrimet e tyre në organizimet, në lojët e tjera, edhe fal gjithë menaxhmenti i policisë në krye me drejtorin përgjithshëm Gazmend Hoxha, që në çdo aspekt, në çdo moment neve na ka përkrah që ekipet sportet e policisë të ecën përpara. Në këtë rast na kemi lidh me majorin Amirin Veshimin që 20 vjet në ekipin e futbollit të policisë Kosovës, edhe kemi ditë që ajka më e mirë e sportit në policinë e Kosovës është futbolli, sepse na gjithë policia, po gjithë Kosovë janë dhënë mas futbollit në farforme në aspekt në general, edhe futbolli është sport i ri që ka lind tek ne mirë, po është shumë domethënës dhe shumë voluminoz, sepse siç e tham edhe më herët, në soll ka qenë atë shumë. Solla në ligën e parë futsal nuk ndodh më qenë as Tollovi, as Shkallabllak në ato tribuna që kanë qenë atë dhe thashë edhe herë që fal gjithë angazhimit zyrtar për policor që na e kemi marrit këtë sukses është fal drejtorit përgjithshëm dhe përkrahësit tine pa kursyer asgjë, sepse thash jem punë në ora 4, mos orës 4 vazhdojnë aktivitet tjera. Do të kemi çdo ditë i kem pas 2 orare, po gjithë kjo ka qenë me dëshirë, me vullnetin më të madh. Mos harrojmë se shumica aty lojtarëve që janë pjesë e policisë Kosovës, që kanë marrë pjesë në ekipin tonë policisë, janë zyrtar policor mirë, po në të kaluarën, para se me qenë klubi futsallit të policisë Kosovës, e kanë pjesë e ekipeve tjera të futsallit. Do thotë gjithë ata kanë ardhur në ekipin e policisë të luajmë pa një pagë, sepse çdo herë gjithkusht të luajnë në një ekip me një pagë të konsoliduar ato në farforme, kanë ardhur të luajnë për ekipin e policisë pas një kompenzim material. Gjë që ke bënë më të bujshme rezultatin, sepse kemi në ekipe të tjera që kompenzohen, marrin rroga, mirë po vullneti dhe dëshira për me arritë diçka historike ja ka vlerë dhe ja arritëm këtë sukses. Parë pjesë e ekipit është një futbollist e jashtëzakonshëm që ka qenë për periudhë gjatë pjesë e Drenicës e Sami Geci. Absolut. Do të kjo tregon mjaftueshëm për potencialin edhe për atë që ka policia e Kosovës brenda. Absolut. Kur e shikojmë prapa Amir, se te na në Kosovë krijohet përshtypja gjithmonë që edhe fëmijët në pjesë e madhe rritin rrugëse ta thirrë policin. A thehen këto stereotipe me pjesëmarrjen këto gara edhe me suksesin që e keni arritur? A ka pas ndryshim nga fillimi deri tash? Kur kem filluar mas çlirimit të vendit, ka pas shumë barriera, ka pas shumë pengesa, ka pas shumë stereotipe, thatë shumë bukur. Për policinë, për shkak se e kaluara e policisë në këtë vend nuk ka qenë në raportet me qytetarë me policinë, nuk kanë qenë edhe nivelin çfarë sa jo që janë sot, po kur kem filluar. Do thotë ne në përkohë është dashur me punu shumë gjatë me qëllim që qytetarët me pa që një forcë që realisht në fillim kemi filluar si shërbim policor i Kosovës është aty me ju shërbye qytetarëve 24 shtatë me qëllim që ata të jetojnë të qetë edhe të lirë. Tash 26 vjet për mas, 27 vjet mas çlirimit, edhe mas krijimit të shtetit, me përfaqësimin edhe në nivelin e sportit, që sot jem këtu për futboll, po edhe të kulturës, edhe dimensioneve të tjera, ne po arrim në një dimension tjetër ku policia e Kosovës po tregon që është polici moderne. Edhe fëmijët realisht tash që po lindin edhe po rriten, po jetojnë me ëndrrën mu bu polic, sepse polici edhe profesioni i policit nuk qenë ka një profesion që të pengon me arrit qëllime tjera, po është portë e hapur mu zhvillu edhe në kulturë, edhe në sport, edhe në pjesë tjera të jetës, edhe krimtari. Do thotë, fëmijët atë ditë, jo veç fëmijët e policëve që kanë qenë anëtarë të klubit, po edhe fëmijët e gjitha klubeve tjera që kanë qenë në sallë, po edhe fëmijët në përgjithësi, të në sy tyre e lexon që ata sot kanë modele që krijojnë edhe në klube sportive mbrana policisë Kosovës, që është edhe reprezentacioni i futbollit të Kosovës që
si duket edhe na jena me kohë, me pak e hubëm hopin në ndeshjen me Turkinë për me përfaqësue në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kampionat botror, mirë po ai ka qenë një shtytje, një motiv shtesë, sepse ti gjithmonë krijon profile të larta modele me qëllim që ato minjek. Edhe synimin jonë dhe synimet tona si objektiv që kemi përcaktuar me Fatonin, me krejt ata që udhëheqin klube të tjera në basketbol, në volejbol, në qitje, në shah, në judo, në sporte të tjera, me përkrahjen e drejtorit, përgjithshëm është të krijojmë profile të njerëzve, modele që nesër të masovizohet edhe interesi për me ardhur dhe më bëj pjesë e familjes së madhe policisë Kosovës me qëllim që të shërbejmë në dimensione jo vetëm në aspektin e sundimit ligjit, po edhe në dimensione tjera. Arritja këtij suksesi Faton edhe duke pa në këtë rast pasi po folim për futsalin, a e krijon imazhin që edhe tjerë tash shohin mundësinë që jo vetëm përmes shërbimit në polici, po edhe përmes sportit me e gjetë vetëm policinë e Kosovës. Po unë mund të më nis me një statistikë të cilën ato që po thotë që ne identiteti i policisë nuk është vetëm futsalli, janë shumë sporte të tjera. Mirë, po futsalli ka kriju një identitet të ri në realitetin e sporteve, sepse për herë të parë në histori merr pjesë një ekip i policisë. Këtë rast futsallit. Mos të harrojmë që neve kemi pas në këtë 2 sezon të kemi pas 13 fitore, 2 barazime, vetëm një humbje, të cilat i ka jap eufori gjithë aty në që neve në kanë ardhur dhe në kanë shikuar. Mund me përmend lojë të cilat kanë pas shikueshmëri me 13 qershorin Suarekës, me Raovecën, me ekipe që sallat e tyre në qytetet e tyre kanë qenë të stërmbushura. Edhe kjo i jep një jehon, një atë që e thua edhe ti që policia, njerëzit në polici i japin përkraje sportit duke treguar që polic din të jenë edhe pjesë e sporteve. Ajo që ne kemi arrit edhe me përgjegjës të futsallit në Federatën e Futbollit kemi folur që në vitin që do hyjmë tash ka interesim të ekipeve të reja të futen në ligën e parë të futsallit, sepse procedura është ashtu, sepse tashmë janë 9 në ligën e parë dhe në vitin e ardhshëm sipas përgjegjësve të futsallit janë 15 ekipe në ligën e parë, të cilat masovizuan sportin sepse efekti se po thotë edhe Major Amir, efekti policia është sepse na kemi thyer tabun thashë edhe më herët dhe kemi thonë që na po tentojmë jap qytetarët diçka që dimë më shumë për të policisë. Fantastike. Sigurisht, tash kur flasim për Superligën, flasim për nivelin më të lartë. Sigurisht. Planet për ekipin, a keni më bën vazhdim për forcimi futbollistët, cilat janë planet realisht për me u shoh Superligës? Po du pak më kthy në retrospektiv se para se me u shpoll kampion i ligës së parë në futsal, ne kemi qenë veç 3 ditë më herët para 13 me 10-in maj jemi kthy nga rrugtimi që kemi qenë pjesë e një aktiviteti ndërkombëtar, Copa del Mar, që është policiat botërore në këtë herë zhvilluar në Sicilinë e Itali, me më shumë se 23 shtete përfaqësuese 62 ekipe, ku edhe atje kemi kur sukses të jashtëzakonshëm, kemi arrit deri në finale. Fatkeqësisht finalen e kemi humbur në penalti. Edhe mirë po është interesant se aty kanë marrë pjesë dikon për 1.000 pjesëmarrës në atë aktivitet me renomë ndërkombëtare. Nuk e kemi marrë kupën e kampionit, po kemi marrë kupën që ka ndoshta vlerë më të madhe se kupa e kampionit nganjëherë në turne të tilla është kupën e Fair Play-t. Do të thotë edhe krejt përfaqësues të ekipeve dhe shteteve që kanë qenë Tunis, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kolumbisë deri te Portugalia, shtetet këtu që i kemi për rreth, kanë dhënë një minjohje për shkak të sjelljes të lojtarëve, respektivisht policëve, ekipit policisë Kosovës, mbrana fushës edhe jashtë në dimensionin, sepse aty nuk është vetë çështje e sportit, është çështje edhe socializimit të institucioneve të sigurisë. Po ki edhe shtetet që nuk njohin për herë po ndoshta takohen me Juve. Absolutisht, kjo tash edhe atje. Finalja ka qenë me ata. Finalja ka qenë me Slovakisë, që para 4 viteve në Itali i kemi fituar domon titullin e kampionit nga në finale me Slovakinë. Këtë herë
patën fat ata se penaltia është pak edhe fat. Tash te pyetja juaj më u kthye te planifikimet për të ardhmen, ne jemi në fazën e identifikimit edhe të nevojave të reja, me qëllim që ta forcojmë edhe çështjen e organizimit, po sidomos çështjen e përforcimeve, sepse Superliga e thash edhe më herët që kërkon domthon punë edhe më shumë. Edhe neve sigurisht që me kalimin e kohës komo na dashur me marr kapacitete edhe nga jashtë, që realisht me rregullat e FFK-s edhe të futsallit është e lejuar. Kështu që ne jemi të bëj analiza, të përcaktuar nevojat, të identifikuar edhe njerëz që neve na ndihmojnë me arrit këto qëllime mbrana Superligës, por edhe në aktivitete tjera sepse e thash, jo veç këtu, po ne marrim pjesë edhe në aktivitete jashtë Kosovës, po kemi edhe aktivitete që kemi qenë për shembull shënimin e 10 vjetorit të futjes të Federatës Futbollit Kosovës në UEFA dhe në FIFA, edhe aty kemi marrë pjesë me ftesën e kryetarit FFK-s atje. Të integruar. Gjithmonë jemi të integruar në strukturat e sportit, edhe shpesh herë marrim pjesë edhe në aktivitete me qëllim human, reviale për shembull për fëmijët Down syndrome Kosova, që edhe me ata kemi pas aktivitete, edhe kjo është ajo pjesa që ka shumë aktivitete, ka shumë qëllime, po synimi kryesor mbetet Superliga dhe arritja e suksesit edhe në atë dimension me qëllim që më tregu mas pari ekipa që është e jashtëzakonshme, por më tregu policëve edhe komunitetet edhe qytetarëve që policia e Kosovës ka kapacitete për me majt atë nivel. E kam edhe një pyetje fundit për të dytë. Këtë sukses, këtë trofe të fituar, kujt ja dedikoni? E para, du mi urue me shfrytzuar kështu të studion tuaj, me urue lejtarët që janë bartësit kryesor të suksesit, sepse ata ka prej tyre që edhe jo veç djerës, po kanë qitë edhe gjak në kuptimin e lëndimeve, kemi pas edhe lëndime gjatë procesit të garave, i përmena udhëhecët, e përmend edhe ju trenerin Sami Geci, që ka qenë lejtar ku gjatë, aktiv, edhe Bekim Avdiaj, Mustafi Ismaili, që vazhdimisht ka punuar me ta, krejt këta kanë edhe pozita të rëndësishme në organizat, edhe aktiviteti tyne për që ata e ka edhe vlerën edhe shumë më të lartë. Unë me Fatonin i kemi përkra në krijimin e politikave të mira me qëllim që ata t'i kenë kushtet për me zhvillu aktivitetet dhe me arrit qëllimit. Gjithsesi këto unë për vete edhe sigurisht edhe në emën të klubit të flas meritat më të mëdha e kanë familjet, sepse këta ju mungojnë kohën e shërbimit ndaj qytetarëve, ndërtyrë zyrtare ju mungojnë familjes, po me njëherë shkojnë edhe transformohen në sportista, në lejtarë dhe merren në aktivitet sportiv, e kanë mungesa shumë në shtëpi, po unë e kum pa ditët në fytyrën e familjarëve tonë atje që edhe ata kanë shiju me neve këtë sukses edhe sigurisht na kuptojnë edhe na mirë kuptojnë. Kështu që suksesi jonë i atribuohet gjithëve, po në veçanti familjarëve të lojtarëve. Ato që tha dhe Amiri, përkraja e familjarëve tonë dhe të dashurve tonë që ne jemi pjesë e këtyre garave dhe këtyre ekipeve është që ne mungojnë në shtëpi. Mirë po, ajo që ka kemë arrit na, edhe fitoria dhe inkuadrimi në Superligë i atribuohet më së miri gjithë familjarëve tonë, familjarëve të lojtarëve dhe gjithë atyre lojtarëve dhe për krasëve tonë që na kanë qenë duke përfshi nga drejtoria për me gjithë aty aktorëve që janë, sepse mos të harrojmë në këtë rast po e ceku shkurtimisht na kemi nuk kur kemi që kryet shumë lehthja. Mirë po, mas inkuadrimit edhe kontakte me përgjithësit e futsallit që është një Getar Hyseni edhe një Hysni Gjenovsi që kanë qenë ish futbollista shumë të mirë ata dhe një angazhim i tyne, sepse kem qenë edhe na policia kemi shumë herë bojmë pyetje shumë më shumë. Edhe ajo deformim profesional. Kurreshta që neve mos bojmë gabime në hapa derisa të formsohemi si ekip, na ka bërë që ti bezdisem me ata ku pasohemi, por kam arrit një mirë kuptim me ta dhe kem arrit sot ku jemi aty, sepse mos harrojmë se përveç angazhimeve të ndeshjeve ka pas angazhime të tjera, sallat e sporteve, na dim që tash jemi përgatitur për
lërat mesdhetare 2030 dhe shumë salla janë duke renovuar, rregullu, sa ishme në Obelisк, sa ishme në Fushë Kosovë, sa ishme në sallën e Tetorit, i falenderoj drejtorin e sallës në Tetorit, na ka përkrahur shumë, po ashtu Pallati Rinis, Komuna e Prishtinës, Drejtoria e Sportit, janë gjitha këta aktorë që e meritojnë një falënderim edhe një atribut që ne kemi bërë diçka për Kosovën, kemi bërë diçka për policinë, edhe gjithë kjo arritje besoj që është historike dhe policia e Kosovës, siç e tha edhe majori Amiri, po vjen Superligë dhe mos na pritet vetëm si polici. Na forcën tregojmë edhe në fushë, po forcën e sportit, jo forcë tjetër. Faleminderit shumë. Sigurisht, edhe njerëz si drejtori i përgjithshëm Gazmend Hoxha meritojnë shumë respekt se e kuptojnë sportin, e dinë rëndësinë e sportit. Edhe mendoj që kësi njerëz nevojitën realisht Kosovës sa më shumë sport, çaq më mirë për krejt. Unë për fond tash ju kisha falenderoj juve. Edhe është mirë që s'na keni harruar se kur kem filluar na keni hap drejtorin, fatmirësisht ka edhe me djumë të tjera. Po. Edhe unë e di që tash për ditë më shumë kanë me na përcjellë më shumë se e kanë po që na e tha fatunë nuk jem të vajgore, po jem seriozisht. Edhe po, është e vërtet drejtori i përgjithshëm, po na kem edhe shumë e prorë edhe pjesëtar të policisë së Kosovës që nuk është që kanë shumë sportista. Po dhe ata i kemi për kurrështarë i kemi marrë me veti. E kjo është e mirë, e kemi arrit qëllimin, kështu që po them apet, hajde me neve e janë në pjesë ku shkon policia dhe përfaqëson sportin sepse atje nuk janë policë ata. Ata janë lojtarë atje, ata janë sportista. Edhe këto edhe në lojtë e para ka pas një jo hezitim. Skepticizëm në platformë. Sigurisht. Po në farë pa njohur. Qysh do të jetë me luë me policinë e Kosovës. Mirë, po ma vonë tani nuk është që na kanë respektuar shumë. Po s'kan mujt me fitue e për këtë na jem shumë të kënaqur që na në fund, po gjithsesi ne edhe pse kemi fituar gjithmonë kemi bë edhe klubet tjera i kemi respektuar dhe kemi pas sikur në finale që kemi fituar kundër një ekipi që është shumë cilësor minatori nga Mitrovica, edhe loja ka qenë e jashtëzakonshme edhe lojtarët kanë qenë super të motivuar dhe në fund e kanë arritur rezultatin e dëshiruar. Faleminderit edhe një herë juve, faleminderit gjithëve për kontributin edhe uroj dhe besoj që herën tjetër të takohemi edhe na thirrni dhe na ftoni për titull kampion dimension tjetër. Ju falenderoj shumë për korrekcinë. Falenderoj shumë për kohën që keni ndarë për neve, se e dim që keni angazhime, keni familje gjithçka tjetër, po ju falenderoj shumë për kohën që keni ndarë dhe më tregu përvojën pak në ligën e parë. Shumë sukses në Superligë. Faleminderit. Faleminderit shumë.